Paradite u shfaq në një tunel. U shfaq një tunel me shpresën e të shpruar se do të tërheqi të gjithë popullin me vete brenda në atë tunel. Mirëpo, e vërteta e thjesht është se rrugët bëhen me parat e popullit, ndërsa varfëria luftohet me politika. Rrugët bëhen me parat e popullit, ndërsa papunësia luftohet me politika. Rrugët bëhen me parat e popullit, ndërsa arsimi dhe shëndetësia ndërtohen me politika. E pra, nuk ka rrugë dhe nuk ka tunel që të mund të fshehë varfërinë, papunësinë, braktisjen sociale dhe rënimin e arsimit dhe të shëndetësisë në këtë vend. Saliu ka shpenzuar aq shumë para për të shtruar këto rrugë që kanë mbetur rrugëve dhe për të hapur këtë tunel, sa si thot Sami Frashëri, do të kishin mjaftuar për t'i shtruar të gjitha rrugët e Shqipërisë me flori. Dhe arsyeja se shqiptarët do ta ndëshkojnë Saliun në 23 qershor është pikërisht sepse parat e tyre i humbi rrugëve, ndërkohë që shqiptarët sot kanë më pak para për të bler ushqimin e tyre, kanë më pak para për të arsimuar fëmijët e tyre, kanë më pak para për të prodhuar në fush, kanë më pak para për të marrë shërbimet e dura. Shqiptarët sot janë plotësisht vetëdijshëm dhe unë jam i bindur që edhe kjo pjesëmarrje e jashtëzakonshme është përgjigja më e vetëdijshme që Elbastani i jep sot Katragjyshit për shfaqjen e shëmtuar të tunelit në mes të fushatës. Sali Berisha nuk mund t'i thotë Elbasanit, shikoni sa i bukur është tuneli që u ndërtua me parat e popullit. Sali Berisha duhet të përgjigjet përpara Elbasanit për tunelin më të gjatë të papunësisë që ka hapur për gjithë të qartë. Saliu duhet përgjigjet përpara Elbasanit për tunelin më të errët të ndotjes që ka hapur këtu të qartë. Saliu duhet përgjigjet përpara Elbasanit për tunelin e gjatë të varfërisë që ka hapur këtu në këtë qartë. Në fundit, Saliu duhet t'jap llogari jo vetëm përpara Elbasanit, por para gjithë Shqipërisë, për tunelin e stërgjatë të etjes të mungesës ujit pishëm, të mungesës ujit parcel, të përmbytjes sa herë vjeshi, të pamundësisë për të tjerë prodhimin treg, dhe të pamundësisë për të jetuar duke ngrënë ushqim normalisht. Saliu duhet përgjigjet përpara Elbasanit dhe përpara gjithë shqiptarëve për tunelin e pafund
të borxheve në listat e ushqimoreve. Jemi të bindur se Taniu nuk do të përgjigjet, por pikërisht pse nuk do të përgjigjet, ai dhe partia e tij e ka ndisur në partinë e një familje, do të ndëshkohen në 23 qershor. Ditën kur me numrin 29 shqiptarët do të shijojnë një energji të jashtëzakonshme për rilindjen.